ke bën një diagnozë kartel psikologjike ndoshta ose një diagnozë neurologjike të popullit ton trim dhe liridashës. Duam si të mund të metamorfozën e psikozës shqiptarit. Metamorfozën e Kafkës. Shishte bravo. Ato oktapotin që na e bëri regjimi komunist, fatkeqësisht më duket që e kemi mësuar atë lloj metamorfoze dhe në këto 12 vite pa dash të bëj politikë, sepse njerëzit filluan prap, domethënë nga që ishin shëruar nga ndjenja e frikës e intimidimit, filluan prap t'ja injektojnë vetes, ndoshta edhe në mënyrë të pandërgjeshme, se ndonjëherë frika të injektohet në mënyrë të pandërgjeshme. Është një reaksion vetë mbrojtës, se organizmi nuk ka nevojë ti t'ia thuash vetes se se unë do mbrohem, kujdes, mos flas, mos bëj, mos, por në mënyrë të pandërgjeshme fillon vetë mbrohesh vetë edhe indukton ato psikozën e frikës dhe ato metamorfozën pasaj. Që ti pa dashje, pa e ditur, vjen një moment që e ke mësuar ato metamorfozën edhe nuk flet më, rini hequr për gjëra që duhet flasësh, po thua duhet flas, sepse frika më bën kujdi unë të mbas vendin e punës, të kem të tjera problematika që vinë më pas, të paguaj një lloj kosto për të vërteta që do them, edhe kur duhet të flasë, ndonjë duhet flas, po s'po flasë, është frikë, të induktohet frika, psikoza e frikës. Pse? Sepse mendoj është një psikozë induktuar, por duhet ta them, ka ardhur aty ku s'mban më, se dhe kjo psikozë kur arrin atë maksimumin e vet, kur ti jepson atë metamorfozën që duhet që ti ke ndryshuar, në thelb nuk e ndryshuar, aty e ke prap çfarë mendon ti. E ke të stresuar. Po, je stresuar dhe ti ke ato ndryshimin e jashtëm, fenotipit të themi. Por genotipi, ajo çfarë ti mendon vërtet, sado që është i shtypur aty është. Dhe tani kur shtypja arrin maksimumin, pastaj ai do ngrej krye patjetër. Dhe tani ajo psikoza e frikës nuk mendoj që nuk do vazhdoj tot më gjatë, se s'mund të vazhdoj. Edhe nga ana psikologjike dhe unë kështu mendoj. Njerëzit tash janë atë pjesën që zullumi është trash kaq shumë sa do kputet, është duke u kputur dhe kjo psikozë frike nuk mund të vazhdoj më.